sqarimin e burit. Jam plotësisht dakord me raportin e Byros Politike që u paraqitën të plenumit të Komitetit Qendror të Partisë me të gjitha problemet, detyrat e konzohet që shtohen aty dhe i aprovoj ato plotësisht. Në këtë raport, Byroja Politike edhe njëri bën një analizë të thellë e të argumentuar veprimtarisë armiqësore, komplotiste antiparti, antishqiptare të bandës tradhtare të Beqir Ballukut, Petritume si Toçako ose pasuese të tyre. Raporti hedh dritë të plotë e të qartë mbi atë se sa e rrezikshme e me pasoja të rënda për partinë, popullin, ateun ka qenë kjo veprimtari e poshtër minuese. Ku janë rënjët, lidhjet ideologjike, ushtarake organizative të saj, si u kultivua, u rrit, e mori përpjestime, si përshtollin në ingranazhet e saj kuadro njerëz të paformuar, ideologjikisht e politikisht, pa karakter, frikacak, kapitullant e servil. Dhe ku do t'i çonte kjo veprimtari i minuese, po të mos ketë dora e fortë e partisë dhe shokët e vet. Po të mos ketë zgjuarësia dhe vigjilenca e rrallë e partisë tonë heroike të lavdishme. Ta tradhtar revizionist, të fëlliqur e renegat të poshtër, ja patën me të pabes partisë dhe popullit. Ata deshën t'i vinin thikën pas shpinë e partisë e ta komplotonin atë dhe bashkë me këtë edhe të gjitha fitoret tona madhështore të revolucionit e të ndërtimit socialist. Por që do, se nuk u shkoi, ashtu sikurse nuk u ka shkuar deri tani as edhe një tradhtar i armikut të klasës së socializmit në vendin tonë, dhe që nuk ka për të shkuar kurrë në kurrës edhe në të ardhmen. Beqir Balluku, Petri Dumja, Ito Çako dhe pasuesit e tyre, duke patur synime të afërta e të largta, nyje të fshehta e të hapura, midis tyre dhe metoda pak a shumë të njëllojta me armitë më pashëm, u përpoqën që të sabotonin punën e partisë në ushtri, të futin në radhë e saj ideologjinë revizioniste, kapitullante dhe tiparet që karakterizojnë ushtrinë borgjeze, por nuk mundën t'i arrinin qëllimin tyre të poshtër. Kjo bandë tradhtare deshi të prishte të minonte unitetin tonë monolit, por theu qafën dhe kokën e saj dhe partia po i qëron e po i flak jashtë radhjet të trupit saj të shëndetshëm. Në këtë mënyrë, partia mbetet si gjithnjë e pastër, gjaku i saj mbetet i kulluar, i kuq si gjaku që derdhën bijtë e bijat e saj më të mirë e më të devotshëm në altarin e lirisë. Puna armiqësore e kësaj bande tradhtare, në gjinë e ushtrisë bile në kokën e ushtrisë dhe jashtë saj, sikurse e përcaktoi shokun e vet në 14 tetor të këtij viti, dhe sikurse e përforcoi diskutimi i gjerë në të gjitha organizatat e partisë në ushtri në terren dhe në forumet e tyre. Nuk ishte as pak e thjeshtë dhe e mbyllur, por e organizuar dhe me pasoja të rrezikshme. Sikur del, kjo veprimtari ka tegzime të shumta dhe synime komplotiste e fuqisë të pakundërshtueshme. Qëllimi i tyre ishte dobësimi dhe lukvitimi i rolit të partisë dhe diktaturës së proletariatit, krahas asaj që ushqenin dhe simulonin minimin dhe përçarjen e kuadreve të udhëheqjes së partisë e të shtetit. Në këtë vështrim, veprimtaria e tyre nuk ka si të shkëputet nga ajo e Fadil Paçram te Todi Lubonjës dhe pasardhësve të tyre. Jo vetëm qëllimi i tyre ka qenë i njëjtë, por dhe metodat për arritjen e qëllimeve armiqësore kanë qenë pothuajse të njëjta ose të përafërta. Si reaksionare tradhtar, këta u përpoqën për të intriguar e komplotuar dhe për të korruptuar e komprometuar njerëz të ndryshëm e në radhë të parë kuadro, dhe diçka bën në të drejtim, duke mbledhur rreth vetes njerëz kapitullante të krimut, për t'i patur nesër për krahas e ndihmës aktiv në puçin që mendonin ta organizonin. Në këto procese, ata mendonin se ngjarjet zhvilloheshin favor të tyre, se punët shkonin si pas kurdisës së tyre, por gabuan rënd. Partia u ra dhe po u bie kokës, po i godet me ashpërsinë më të madhe një herë mirë e në mënyrë të vendosur. Organizatat e partisë në ushtri në terren në rajonin tonë, duke u njohur me fjalën e shokut të vet në 14 tetorit me kuadrot kryesore të ushtrisë dhe me fjalën e hapjes e konkluzionit në mbledhjen e Byros Politike më 10 tetor, lidhur me zbërthimin dhe demaskimin e veprimtarisë armiqësore të Beqir Ballukut e të pasuesve të tij, u ndalen në mënyrë të hollësishme në këto probleme. Të gjithë komunistët e kuadro që diskutuan në këto mbledhje, dhe diskutimi ka qenë shumë i madh si asnjëherë tjetër. U solidarizuan në mënyrë të njëzëshme me këtë analizë
dhe e dënuan me ashpërsinë më të madhe veprimtarinë e poshtë e tradhtare të kësaj bande renegatësh. Komunistët dhe kuadrët ushtarak, si dhe komunistët naftëtar, diskutuan në mënyrë kritike realiste për pasojat e kësaj veprimtarie në njësitë e dislokuara në rajonin tonë. Për dobësi në përgatitjen politike ushtarake të trupës efektive rezerviste dhe të gjithë popullit ushtar të rajonit tonë. Në këtë kuadër, shokët u thelluan më mirë në shkaqe dhe burimet e të metave dobësive të punës partisë në ushtri e në teren, në shtrirjen dhe degëzimin e kësaj pune armiqësore, në përgjegjësitë direkte e indirekte të secilit, në rolit dhe gabimet e secilit dhe në përfundim u përcaktuan dhe ushtruan një tokë detyrash për shëndoshjen e punës partisë në të ardhmen, për zbatimin rigoros të normave të parimeve që rregullojnë jetën e brendshme të saj. Organizatat e partisë dhe vetë Komiteti i Partisë së Rajonit shtruan si detyrë të parë dhe imediate marrjen më mire me të gjithë seriozitetin që shtron partia me problemet e mbrojtjes. Orientimi i partisë që mbrojtja e dheut është detyra mbi të gjithë detyrat, mbetet themelorja, kryesorja në të gjithë punën tonë organizuese e drejtuese, në repartin në teren. Këtë orientim ne kemi zbërthyer në mënyrë konkrete, me objektiva të qarta dhe eksakte. Në këtë drejtim i themi plenumit se i gjithë efektivi forcave të armatosura të njësive tona, të gjithë shokët e shoqet aktive rezervist, i gjithë populli ushtar i rajonit qytetit Stalin, është monolit e besnik deri në vdekje në vijin e partisë dhe në mësimet e shokëve të ver. Dhe kemi marrë e po marrim të gjitha masat për fillimin e mbarje të plotë të vitit të ri të stërvitjes, mandej për zbatimin tërësor të programit të edukimit, kalitjes e të përgatitjes ushtarake. Në këtë vështrim, ne po thellojmë akoma më shumë edhe po marrim masat të mëtejshme për vënë në vend të gjitha atyre shkeljeve, gabimeve që janë vënë re e që kanë gjetur stre si rezultat i veprimtarisë armiqësore të bandës tradhtare. Në radhë të parë, kemi marrë masa po i thellojmë masat për vënë në vend të gjitha atyre normave që rregullojnë jetën e brendshme të partisë në të gjitha organizatat bazë, sidomos në ushtri, ku edhe shkeljet kanë qenë më të rënda. Në shkallë rajoni dhe si komitet partie, rajoni po vënë mbi baza më të drejta punën tonë në ndihmë të organizatave bazë partisë në ushtri, duke u thelluar më shumë në punën ideopolitike dhe në problemet e servitjes së popullit, si dhe duke shkëmbyer përvojën e punës me terenin. Për këtë qëllim kemi përgatitur një program të gjerë masash e detyrash për edukimin ideopolitik, për domosdoshmërinë e një lufte të ashpër e të vazhdueshme kundër ideologjisë borgjeze revizioniste me të gjitha konceptet e shfaqjet e saj, kundër burokratizmit, teknokratizmit e tjera. Krahas me këtë, janë shtruar detyra nga vetë komunistët për forcimin e jetës brendshme të organizatave bazë nëpërmjet kritikës e autokritikës së hapur e konstruktive, nëpërmjet luftës kundër meturinave mikroborgjeze, të mendjemadhësisë, konformizmit, karrierizmit, intelektualizmit e prepotencës. Për të gjitha këto dhe të tjera problemet kësaj natyre, kemi besim të plotë se të arrijmë përfundime të mira, pa kaluar as pak në vetkënaqësi dhe pa na rrëmbyer ndenja e euforisë, as ajo e fshehjes së të metave e gabimeve. Në përfundim, duke shprehur edhe mendimin dhe fjalën e të rreth 1000 komunistëve naftar të Stalin, ashtu siç vendosi plenumi i Komitetit Qendror për të gjithë bandën armiqësore të marrin dënimin, atë dënim që dha plenumi, që të gjithë që i vendosën vetë i kalojnë në gjyqit, edhe ata që morën masa për shkarkim. Duke përjashtuar e flaku këto qelbësira nga radhët tona e të partisë, ne bëjmë akoma më të fortë dhe çelnikosim akoma më tepër unitetin në radhët tona rreth partisë dhe shokët e ver. Të na rrojë partia dhe shokët e ver.